A thua vallë, përse ata munafik, të cilët po ju rrejnë ajetet kuranore, po ju rrejnë dispozitat të fesë, barëse ta marrën një vendim të tillë, pse nuk meditojnë ata rreth Kuranit? Pse nuk meditojnë ata po dhe të tjerët që janë me ta dhe rreth tyre, që fotët, idhujtarët, paganët në Medinë atë kohë, e më herët në Mekë. Pse nuk meditojnë rreth ajeteve kuranore dhe këtij Kurani krejt? Njerëzit kohë pas kohë, gjenerat pas gjenerat, derisa të kësaj ditë. Përse nuk nalen me meditu, me studiu, me analizu Kur'an? Përse nuk nalen njerëzit me shiku këto argumente, këto ajete kuranore? Këta laik, islamofob, e dushman të kohës sotit, e taksiratli. Përse? Kurse në këto ajete kuranore, në këtë Kuran, ka një det dhe një qehan me një hori në të gjitha fushat e drejtimet e jetës e njeriut. Në ka ajete të cilat u tregojnë njerëzve kush është Zoti i tyre. Në ka ajete që tregojnë njerëzve kush janë njerëzit, ka herë dhe njerëzit, kush i krijoi, pse janë krijuar, ku do të shkojnë, kush i pret, çka i pret, çka i gjen. Në këtë kanë ajete kuranore që njoftojnë me krijuesin e tyre, kush është krijuesi i tyre. Sa i gjithëmshirshëm është ai, e sa i urtë është ai, e sa i fuqishëm është ai, e sa i mëshirshëm është ai, e sa bojar është ai, e sa i dijshëm është ai, dhe cilësi tjera të mëdha të Allah. Në këtë Kur'an gjejnë ajete që tregojnë njerëzve se të sillen me njerëz të tjerë, musliman dhe jo musliman, se të adhurojnë Allahun, pas ta kuptojnë se kush është Zoti i tyre, me çfarë ta fitojnë dhe se ta fitojnë kënaqësinë e krijuesit të tyre, dhe si të hikin e të shmangen hidhrimit krijuesit të tyre, se si të punojnë dhe çka të punojnë për të ardhmen e tyre në këtë dynja dhe të ardhmen e tyre në botën tjetër që është më e rëndësishme. Në këtë Kur'an ka ajete sa të dush që tregojnë madhështinë e këtij universi, për kryerjen e veprave të mëdha të Allah. Dhe se çdo gjë në këtë gjithësi flet në heshtje flet, hiç pa lëshuza se pas saj është një krijues absolut. Dhe gjithsesi është një krijues absolut, i gjithdijshëm. La ilaha illallah, i mëshirshëm, i butë, i urtë. Pse nuk meditojnë njerëzit këtë Kur'an? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke wa taala dhe gjithë herë çdo herë dëshmojmë, e pranojmë, e potencojmë, e shprehim dhe ndjejmë në zemrat tona se jemi jo të denjë për të madhruar e lavdruar Zotin tonë që shë e meriton. Me të mirat e shumëta me të cilat ai neve na ka bekuar, na ka nderuar. Në kryetyre këtë Islam, e që madhështinë e tina kemi dru, se do ta kuptojmë krejt vonë. Madhështinë e tij të vërtet. Kur të dalim para të madhit Allah Azza wa Jalla t'i vjelin frytet e imanit e dhe veprave tona. Atër kur njeriu do të shpreson sikur sekret jeta e tij të kishte qenë adhurimi i ibadete. Dhe sikur se mos ta kishte humbur e quar kot asnjë frymarrje, asnjë moment, asnjë çast të jetës së tij. Pra, që është kuptim hakikat i madhështisë së dinit të Allahut. Por megjithatë, jemi shumë të kënaqur dhe shumë falënderues Zotit ton, e ja kujtojmë vetvetes e njëri tjetrit që të jemi sa më shumë falënderues tek Madhët Allah. Në mënyrë që ndoshta me shpresë të shënohemi në rangun atyne që janë falënderues të Madhi Allah, te bareke wa taala. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e i cilën njohi Allahu më së miri, dhe adhuroj më së miri, dhe falenderoj më së miri. Te bareke wa taala. E kush meriton të adhurohet pas të madhërisë së tij. Salavat dhe selam i dërgojmë dhe shokëve të tij, familjes së tij, të gjithë atyre që kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e tyre burrave të mëdhenj deri në ditën e Kiametit. Pastaj të nderuar dhe me të jemi në surat Muhammed, ku i Madhi Allah Azza wa Jall pasi cekën ajetet e kaluara gjendjen e munafikëve, Allahu na ruaj prej nifakut. Pasi që ceki gjendjen e munafikëve se se ata përjetojnë ndjenjë kur zbresin ajete kuranore. Allahu i madhruar në vazhdim në ajetet e cilat e kemi para vetes, i thret ata munafik që para se të nguten e të bin pishmani që janë bërë musliman, let meditojnë ajetet e Kuranit. Por ata nuk medituan, o tërheqen nga dini Allah, pasi që i pan faktet dhe argumentet, pasi që ju shkoj nuri dhe dritat qiellore, krejt ato i refuzuan dhe pëlqyen kufrin, por e mshefen, e mbajten msheft. Bashkëpunuan bën aleans me armiqtë e Allahut kundër pejgamberit dhe muslimanëve e Islamit në përgjithësi. Menduan se Allahu nuk do t'u aqet në pah dhe në shesh intrigat e kurthat e tyne. E Allahu më pas i kërcënon në rënd të mirët ata të mirët dhe krejt ata të tjerë të cilët ndjekin rrugën e tyre, se çfarë dënimi i rand do të gjejnë në agoni të vdekjes. Ende, para se me hy në varr dhe para se me dal para të Madhit Allah për ta shijuar dënimin e vërtetë ditën e Kiametit. Pra jetët kanë të bëjnë me munafik. Allahu na ruaj prej munafiqllokut ja Rabbel Alamin, e pe çdo ndjenje, besimi, bindje, vepër të keqe, që urrejnë Madhi Allah Azza wa Jall dhe që na shpijen në hidhrim të Madhit Allah te bareke wa taala. Andaj themi pas audhu billahi minash shaitanir rajim.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. A thua vallë, përsa ata munafik, të cilët po ju rrejnë ajetet kuranore, po ju rrejnë dispozitat të fesë. Pse ata munafik? Barë se ta marrën një vendim të tillë, pse nuk meditojnë ata rreth Kuranit? Pse nuk meditojnë ata po dhe të tjerët që janë me ta dhe rreth tyre, që fotët, idhujtarët, paganët në Medinë atë kohë, e më herët në Mekë. Pse nuk meditojnë rreth ajeteve kuranore dhe këtij Kurani krejt? Njerëzit kohë pas kohë, gjenerat pas gjenerat, derisa dhe kësaj dite. Përse? Afala yatadabbaruna al-Quran? Përse nuk nalen me bo të dëbbur, me meditu, me studiu, me analizu el-Quran, Quran? Përse nuk nalen njerëzit i shiku këto argumente, këto ajete kuranore, këta laik, islamofob, e dushman të kohës sotit, e taksirat li. Përse? Kurse në këto ajete kuranore, në këtë Kuran, ka një det dhe një qihan me një hori në të gjitha fushat e drejtimet e jetës e njeriut. Ndë ka ajete të cilat u tregojnë njerëzve kush është Zoti i tyre. Ndë ka ajete që tregojnë njerëzve kush janë njerëzit, ka herë dhe njerëzit kush i krijoi. Pse janë krijuar? Ku do të shkojnë? Kush i pret? Çka i pret? Çka i gjen? Në këte kanë ajete kuranore që njoftojnë me krijuesin e tyre, kush është krijuesi i tyre. Sa i gjithëshirshëm është ai, e sa i urtë është ai, e sa i fuqishëm është ai, e sa i mëshirshëm është ai, e sa bojar është ai, e sa i dishëm është ai, dhe cilësi tjera të madhe të Allah. Në këtë Kuran gjejnë ajete që tregojnë njerëzve se të sillen me njerëz të tjerë, musliman dhe jo musliman, se ta adhurojnë Allahun, pas e ta kuptojnë se kush është Zoti i tyre, me që ta fitojnë dhe se ta fitojnë kënaqësinë e krijuesit të tyre, dhe si të hikin e të shmangen hidhrimit krijuesit të tyre, se si të punojnë dhe çka të punojnë për të ardhmen e tyre, në këtë dynja dhe të ardhmen e tyre në botën tjetër që është më e rëndësishme. Në këtë Kur'an ka ajete sa të dush që tregojnë madhështinë e këtij universi, për kryrjen e veprave të madhe të Allah, dhe se çdo gjë në këtë gjithësi flet në heshtje flet, hiç pa lëshuza se pas saj është një krijues absolut. Dhe gjithsesi është një krijues absolut, i gjithdijshëm, la ilaha illallah, i mëshirshëm, e i butë, e i urtë. Pse nuk meditojnë njerëzit këtë Kur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Ajeti madh është kjo. Ajeti madh, vetëm këtë fjalim u ndal, libesh në insan, lërmë një ligjerat. Përse njerëzit ngutën me gjyku kundër këtij islam, apo për këtë islam, për këta musliman, për këtë Kur'an? Përse? Kurse kanë në dorë, mund të thonë njerëzit nuk janë informata të sakta 100% për histori të ndryshme, periudha historike, po për fete ndryshme, se fetë qiellore, për faktin se kanë ndërhyrë duart e njerëzve
Andaj nuk I besojmë 100% dhe nuk më nëshmja më hua njerëzve. Po mës tjetë Korani, e qysh më bindin ne, qysh që ka ndodhë të zamë me ngjarjen e Isaut, që është ngjarja e fundit, që ka të bëjë me thtarët e librave të shajt më heret. Qysh me ditë një, po mës tish të Korani. Pra, në për librave tjerë fetar, e tërgjimeve, e të tjerë historianëve, e gojdhanave, është vështirë. Andaj njerëzit në momentin që ka shumë opsione alternativa e të dhana, automatikisht njeriu t'i krijohet një farlloj hutije dhe pak a shumë dyshim. Tanaj dyshim mund të rritet, mund zvoglohet. Por përse nuk e meditojnë këtë Kur'an që kanë të gjallë dhe të freskët në duart e tyne? Andaj, argumenti më I mirë I joni, krejt muslimanëve dhe më I fortë që o të dashurët tim, është me marrë këtë Kur'an dhe kur do që dikush ja nisën a kundërshtën bla 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 t'ja kundër jo femnëse, jo moshtët, jo ibadeteve, jo gjihade, jo namazje të drejta tuja të... A kemi dituar këtë Kur'an, o ti insan, a je ndalë me vështru, me meditu, me studiu. Studio njëherë, pastaj, mbaj shenime, dhe ato shenime pastaj na I lexon neve, e na tregon prej fillimit të së më shefëm asë gjani, s'mund të më shefëm në asë gjani. E lërë më që ne muslimanët nuk jemi njerëz që më shefëm dhonat tona historike, ngjarje që kanë ndodhur, asë një së më shefëm. Asë një. Do na duken tithta, do tomla, shqyrëzotë shumica në tomla, do prej tyre mundohëm I komentu qysh na mërmendja neve që ja qëlloj, po pra, do prej tyre heshtëm, thëjna nuk di, Allahu alem, edhe kaq mjaftoj me kaq. Por, si më hojna ne ato që ka ndodhur, qoftë atje në raport me pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, që është baza. Jo I ndodhi kështu, jo ndodhi ashtu, po I ndodhi. E pse I ndodhi tyve, nashta di me të kallëzu pse I ndodhi, nashta nuk di me të kallëzu, por që ashtu I ka ndodhur. Ja që I gratë e veta, ja që I murë ma shumë se një gru, ja që I bënën magji, ja që po mirë dhe ka ndodhur të sene, nuk jem ka të më shefëm ne. Asë një për tyne. Ja atje e morri nusen që vjen kjo të birit të adaptuar Zejdit, po dhe, po se më shef se në Koranë kjo punë, sërë të Lahzab, që shkujtohet I më shefna. Dhe kështu me radhë të sahabte, ngjarjet historike që kanë norma sandeje, janë ndodhi lufta me Salit e Muavijit, ndodhi, vallahi ndodhi. Edhe varan sahabte më dhej, ndodhi ajo. Dhe nuk jem në të I mohu. Pra, përse nuk e studioni, analizani, meditani këtë Koran, o jo dëshman të dinit, o ju ignorant e naiv e gjahila, o ju taksiratili, jeshka të Allahu më pas, em ala kulu, në vazhdim, em ala kulu bin akfaluha, apo ndoshta val, ju në zemrat e juaj keni dryna, I keni të kyqura, të mbyllura me dryna, dhe nuk depërton fjale Allahu. La ilaha illallah. O dha gjevabi, që tash për kuptojmë, kër lezojmë pjesën tjetër. Dryna. Imam Taberiu, e që është komentatori I parë dhe më I famshme dhe më rëndësishme I Koranit, të kajet koranor, transmetim e cek nga Khalid bin Ma'dan se pejselefve se ka thonë në çdo njeri I ka nga 4 si ka dhe lema tjetë të selefe që kanë thonë po kjo një prej tyre edhe Imam Taberi e cek mundën në këtë ajet koranor çdo njeri I ka nga 4 sy 4
dy i kanë balë në përmjet të cilve Allahu Azza wa Jalla ka mundësuar insanit me pa dynjan dhe mënyrën e jetesës dhe qasjes e mbi jetesës këtë dynja, qysh me punue, qysh me gjallnue, qysh me shite, qysh me ble me këta sy, me këta sheh, ndërsa me mendje orientohet, me vedije që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, e me vesh ndëgjën, e me duar prek, e me kames, dhe e shijon ai jetën, e vepron jetën, ai punon, gjallnon mbi jetën në këtë dynja, me këta sy. Dhe dy të tjerë janë sytë e zemrës. La ilaha illallah, në përmjet të cilve insani e sheh të vërtetën për te asaj që a shofi në sytë e ballit, e shef gajbin të msheften, e i madhi Allah Azza wa Jall, ati që ja dën hajrin, udhëzimin hidajetin, e ja hap sytë e zemrës, ndërsa dhe shef hakun, e shef gajbin pa pa hiq, se ne muslimën që shofëm gjenetin pa pa me sy, dhe shofëm gjehenamin pa pa me sy, dhe shofëm pejgamberin pa pa me sy, e shofëm bi ajnil yakin me syrin e bindjes të pa dyshimit, e që syri zemrës. La ilaha illallah, ndërsa ati që Allahu nuk i dënë udhëzim, e janë mbyll ata dy sy. Përfundoi fjala e tij. Pra, në kuptim tjetër, udhëzimin dorë të Allahut. Udhëzimin dorë të Allahut. Andaj, thashtë, kjo ajet ka më nalë sa të dush për pëhecën, para se kema ajet e tjera. Pra Allahu drejtohet munafikëve, sepse konotacioni ajeteve ka të bëjë me munafik. Atë njëjtën kohë, edhe të tjerëve në atë zaman, në atë kohë, po edhe të tjerëve më pas, derisa të kësaj dite. Andaj edhe herë po e përseris, këta më se harrani. Gjithmonë në debate, ka për këtë Koran edhe thua jo të filan. Allah thot në një ajet Koranor, përse valë nuk e meditojnë ata Koran? Pse se meditan? Pse nuk analizan? Pse nuk e studion? Pse? Hajtë rëganat e neve tash mas 15 shekujve që ka gjetën Koran, sekretat aparateje, sa dëshmoni me malë se të kanë që 15 shekuj, ata nuk mëjten, vallahi s'mëjten me gjetë sa. Ta pas ka rujtë zoti ty në fund dynjas me gjetë një të mjetë këtë liber, orna, gjeje. Po se lezën heq. Pra, përse nuk e meditojnë Koranin, apo në zemrat të tyre ka dryna, shëms, e që nuk depërton nuri qellor. E ndëgjuan se ndëgjuan e panë se panë bëdi hava. Lexeja këtë ajetet koranore, zbritja dhe melekun Gjibrila, zbritja që ka të dush këtë dynja, bëdi hava. Hatta jera wal adhab al elim, derisa ta shohin dënimin e dhimbshëm, ata nuk besojnë. E që qysh thash me lartë, në formën tjetër, tek ne muslimanët, kjo komentohet se çështja e udhëzimit është në dorën e Zotit. Edhe përfundoj. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Ata të cilët irtaddu o kthyen pas se kuptuan hak. Ala adbarihim kthyen mrapa ku në kufër. Ata të cilët kthyen kufër. E që si mba shumicë dhe fjalla për munafik, sepse konotacion e jetëve është për munafik. Dhe kështu thot Ibn Abbasi, Siddi, Ibn Zejd dhe të tjerë. Ata të cilët pra munafikët, të cilët i kuptuan hakun. Gjithmonë në Medinë, pas shpërnguljes. E kuptuan hakun. Por o tërheqen mrapa.
u kthyen në kufër. E kjo quhet munafiki, hipokrizi. Vazhduan ta shfaqin hap tazi. Kënë se jena muslimana dhe falin me pejgamberin në safin e parë, në safin e dytë të ramën ja se ja, pitutës se zbëlohen, për gjithmonë të parën dhe për të parëve, për safave të parë, por mbranda e mshefnin shirkun, kufrin. E Allah për thot, për ta, inna ledhina rtaddu ala adbarin min ba'di ma tabayyana lahumul huda shaytanu sawwala lahum. Ose në mendimin tjetër, që të si Qatada se fjala për qëfotët e Medinës, të cilët në librat e tyra të vjetra të shejta, e kuptuan mirë se kë pejgamber është pejgamberi i cekur qysh gohën e mësat Davudit e derit e Isa a.s. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed. Edhe emrin ja tregoi qysh ka me pas. Por pra kuptuan që fëtët. E kuptuan hakun, ama kthyen fenë e tyre thani, jo, nuk dojmë ta pranojmë. E që më afër ja bën Allahu alem për munafiqët, por si thot Ibn Atiyya, futen krejt ata të cilët e kuptojnë hakun dhe të rriqen. Pra, ata të cilët e kuptojnë hakun dhe të rriqen, pasi është sharuar atyne el huda, udhëzimi, kanë kuptu hakun. E shejtanu sawwala lahum wa amla lahum. Shejtani është ai cili u ka zbukuruar atyre rrugën e kufrit e të shirkut. Shejtani është ai cili u zbukuron haramat e mëkatet të cilat e shpjen njeriu në kufër. Wa amla lahum. Shejtani është ai cili ka dhënë shpresë atyre njerëzve. Dhe të shkretit pasi e pa nurin dhe dritën o tërhëqen. Dhe që të futen edhe këta të sodit të cilët nuk i ka mungue vërteta, respektivisht fakte dhe argumentet për të vërtetën. Por shejtani u zbukurej kufrin dhe shirkun, e thanë po kthehëm fenë të parëve. La ilaha illallah. Ama Allahu e shof tash me tutje, se se i poshtron në këtë dynja, para se i më i poshtru në ahiret. I madh është Allahu. Pra të atilët të cilët e kuptuan hakun qofshin munafiqet, qofshin qëfutet, kush do qof derisa dhe kësaj dite, dhe u kthyen kufër, pra vazhdojnë të qëndrojnë kufër, e kuptuan hakun, por ja kthyen shpinën, ata shejtani i ka bërë për veti. U ka zbukuruar të këqijat, haramet, urrejtjen e islamit të muslimanëve. Wa amla lahum, dhe u ka dhënë shpresë. Shejtani prej hileve më të forta, prej kurtheve më të forta, më të suksesshme që e përdorin këto dyja. Mja zbukru njerëzve të keqen dhe mja dhënë shpresë njerëzve. Në formën që e shef ajtë përshtatshme. Për shembull munafika këtu në këtë kohë mja dhënë shpresë, tash unë të lexoj këtë ajet koranor, po mendoj vetëm me vete. Po mendoj vetëm me vete. Pa lexuar tefsir çka kanë thonë ulemat. Musliman hala pakic. Ata në Medinë arritën me bua faktori kryesor, është e vërtetë. Por kanë një numër jo të vogël të mushrikëve, kanë 3 fisë që fotësh. Dhe prap janë pak, krej dynjaja rreth tyne dhe me gjerë janë kundër tyne. Krej dynjaja kundër tyre, që ka bën një grusht njerëz, që buk nuk kanë me hangër, ju shtu bëllëshin fukara në Mekë, por ju shtu fukara Allah ke hala në Medinë, sepse u rëndu gjendje ekonomike pas gjithat e numërit të madhë, refugjat është fjallorin e sodit, e muhajir në fjallorin e asaj kohë, të cilët e vërëshuan Medinën. Fukara Allah ki madhë. Tash munafiqët, shejtani pja zbukuron, pja shpresë, ne pja zbukuron në shirkun në veprat bindet e vjetër tyne, e pas taj pja shpresë se kur se pjë thët.
budal, qa po, ja s'peshehnia, këta boks për kanë me hamë. Po këta në pyqe ditësh. Po këta që fëtët kanë me t'i fshi. Kanë me t'i fshi. Po këta Arabët që janë rrëth e rrëth, e kërësorët e ty në Mekë që hale ishin luft me ta, kanë me t'i fshi. Po sa fiset Arabë rrëth Medinës janë kundër Muhamedit, ata dhe shi Muhammed, me zvete fjalla, kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe këti grushti muslimanë, për ta bëks kanë ta, ka ma po nga falë qkojnë. Po këta i kanë për andërin persiane, rëmake, këtë bota, ku shkojnë ta. Andaj, ju 100% në nga dhënjimtar, veç për një sabër, në kufër dhe në shirk. Vazhda një qështë. Ose, u jep shpres, shejtani, thët, përvën e këto një, përvën e jo. Nëse sheni që nuk për hec, ka ko, kur da një këthejnë apet, ju në fakt para Muhammed dhe të tjerëve i veqeni musliman. Nuk e nevoj fare me një muslimanve, dhe kur ta sheni, nëse veç ndodhë ndë njëherë, që këta mu forcu, ju këthejni, ose ju trini, ka vak, dekja, sa shpa kush me deka, sa veç mu më kam e të renja, ka plët, le desit atjerë, ren. Pra, shejtani përdor këto metoda dhe ja këto i përdor edhe sa dhe deri në kiamet. U jep shpres njerëzve, ka vakt, dhe sa të zgurgullohen sytë atina, e të shef me lachet, qysh në cik Allah është ashtë pak ma poshtë. La ilaha illallah. Pra, o bënën argat të shejtanit. Armiq të Allahut, të bareke wa ta'ala. Dhalike, pse ata bën miq të shejtanit e armiq të Allahut? بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Kja për faktin se munafiket, nëse është kuptimi për munafiket, u than atyne që e urrenin librin e Zotit, në glapa që fëtve, u than që fëtve, më sheft kundër muslimanve, së në thiukum fi badil e emër. Ne këna me bashkëpanu bashkë, pa me shlivë për neve gjithë shka. Ne kemë disa pinka, se këtu partit politike, ditën dalin shahen, natën shkojnë thëqëra. Ne kemë do të vjetë për bashkë ta, do të mirujt ato. I mësë shejtane, këta mësë shejtane, ty beni mësë Rahmani, për mësë shejtane. Pra, ata munafiket, harreshin që Allah ja fqet për ata Allah në fund, për thëtë, Wallahu ya'lamu israrahum, Allahu adin sekretet e tyne, po i vërban Allahu. Dhe mendojnë që si mërë me shkërkush. Pra ata ditën, rrinë me musliman, të shtash falin namaz në safin e pare, selam aleikum, e të nga tjetër, këtë musliman. Dërsa, nanin tjetër, me që futët atje, thënin që futëve, të cilët e urrenin islamin, natyrisht, se po mës të arrini këshim prënue, o thënin atyre, ne këna me ndëgju juve, në disa qështje. Këna me bashkëpunu me juve, në qka? Që shme lëftu muslimant. Ose, nëse është qëllimi që fëtët, thanë në dy mendime, atëherë është për qëllim që fëtët o thënin edhujtarve me kas më shrikve, se ne dhe të bashkëpunojnë bashkë, sepse edhe më shriket e urrejnë shpalljen, natyrisht edhe liftanin, këto që krejt e urrejnë shpalljen, krejt, më shrikt me ka tje, që fotët këtu në Medine, munafiket këtu në Medine, ta në urrejshin shpalljen. O thonin se ne dhe të bashkëpunojnë me juve më shrikve, paganve, në disa qështje, jo krejt, sepse që futin shëpen fene vetaj. Ai nuk hanë shtazën në ngordhur, pse hanë ai pagani i Mekës, për shembull. Ja, marja, ose nuk e adhëron idhën e statujën e që futi. Ja, marja, e nuk i përgulle statujën se idhullit. Për mja bo qefin paganit, se ban ato në që futi për jetë. Ose krejt armiq, u bashkëpunonin, afronin, dhe koordinonin, dhe bënin kurtha kundër muslimanve. Dhe kështu ndodhi.
Dhe të kur tha, Allahu i madhruar i ka cekur në suratul Ahzab, që nuk është më që kemi shpjeguar. I ka cekur suratul Taube, që quhet surja e poshtrimit që i poshtron munafiqët Allahu. Ka cek Allahu në shumë vende në Kur'an, koordinimet e tyre për me mposht pejgamberin dhe muslimanët. Wallahu ya'lamu israrahum, Allahu i ditë sheftat e tyre. Pra ata mundohen me mshef gjanat, ama Zotë vaqët pa, të baraka wa ta'ala, dhe arqitin pa. Në vazhdimi ma dhe Allah, thot për munafiqt, të mirë të shpirtin e vetë. Po dhe për që thot? Po dhe për krejt ata që kundërshtojnë nurin e Allah. La ilahe illallah, për pagane, për ateiste, për komuniste, për krejt ata që kundërshtojnë në veçanti ata që luftojnë dinin islam dhe musliman. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. السدتيت وال جانديا تيرة. السدتيت جانديا تيرة. كور ملاچت وفين ومار شبيرتا تاتينا. لا إله إلا الله. برا. Nëse këta monafik dhe të tjerë arrin me mshef intrigat e dallaveret e të tjerë, arrin me shpëtu dënimit këtë dënja, ku ikin vdekjes ata? Ku ikin? Pra që Allah për i shtyka, për ja fateza i ka, dhe për e te i ka në sepsin se 7 pash. E mire, kër vjetë, dhe këta në kam jamaj. E Allahu për e cek gjendjen e tyre në momentin e agonisë vdekjes. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Se do tjetë gjendja atyre, kur u vinë me laqet atyre në agoni të vdekjes me va marë shpirtat e tyre. La ilahe illallah, dhe në duart e tyre ka kam gjikë prej hekurit, me të cilat i rrafin ata fëtyrave të tyre dhe shpinave të tyre. I torturojnë në agoni të vdekjes. E për torturat e vuajtje që përjetojnë jo muslimant, e dëshmën të dinit në agoni të vdekjes, Allahu i madhruar flet në shumë ajete kuranore. Ndërto, në suratul An'am, ku thot Allahu më gjatë se sa këtu, "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut." Sikurse ti kishe pati o Muhammed, po 10 tjerë, dhe në kiamet, zullumçarët, fi ghamaratil maut, në agoni të vdekjes. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. Dhe me laqet e ty u ashtrin duart, zgjatin duart. Akhriju anfusakum, nxirrni qit një shpirta, dërzën e shpirta. La ilahe illallah, me laqet e gazepit, me laqet e dënimit, me laqet e vuajtjeve, Allahu na ruaj. E që shka arë në hadith të Barra bin Azib, me që është hadithi më i gjatë dhe më i qartë për mënyrën e vdekjes respektivisht të daljes e shpirtit, të muslimanit dhe të jo muslimanit. E mes tjera është ceket se muslimanit kur t'i vinë me laqet mja marë shpirtin, me laqet e rahmetit, bidul vëgjuh, me ftyrat bardha, të ndriquara. E pastaj kur flet hadithi për daljen e shpirtit të jo muslimanë zëllëmçarëve me laqet e gazepit, sudul vëgjuh, me ftyrat të zeza.
trishtues. La ilaha illallah. Pra u thonë, akhirigju anfusakum, zërën e këtë shpirt, në mënyrë torturuse të dhënshme. El-jome të gjëzone adhab el-hun, sot do të ndëshkoheni me një dënim të dhimshëm. Bima kuntum të kuluna ala Allahi gajrë el-haqqa, wa kuntum an ajatihi të stekbirun. Për ate që ju falshit në raport me Zotin pa të drejtë, pa hak, shpifshit, gënjeshit, rajshit. Wa kuntum an ajatihi të stekbirun. Dhe përballë argumenteve të Allahut ju rritshit mendje, të regonit mendje në dhej. La ilaha illallah. Pra nëzërni shpirtat e juaj të këqi, o njerëz të këqi, në dënim të dhimshëm e të keqet shëmtuar. Kurtubiu thot, cek tefsir, Abdullah ibn Abbasi ka thonë, nuk ka njeri mëkatar gjënahqar, e që nuk e rrahin me lachet në agoni të vdekjes. Dhe kjo nëse është ashtu, është shumë e rëndë, sepse përfshin edhe musliman. Allah na mëshiroft. Sa të jem dynja, e na mëshiroft në agoni të vdekjes, ja Rabbel Alamin. E na mëshiroft pas të hime në varë, e pas të dalë për varët. Kurtubiu, gjithashtu thot tefsir të kjo ajet koranor, se kanë thonë disa ulemat të selefve, se kuptimi ajetit është për ata të cilët vdesin në luftë, duke luftuar jo muslimanët me muslimanët. E me lachet të ndihmojnë muslimanëve, e i dënojnë jo muslimanët. O amarë shpirtat jo muslimanëve, dhe i rrahin fytyrave të tyre, e shpinave të tyre. Dhalike bainahum ittaba'u ma askhata Allaha wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Dhalik, këtë dënim, kjo vujtje, kjo tortur, që do të godet ata në agoni të vdekjes, është për faktin se bainahum ittaba'u ma askhata Allah. Për faktin se ata e pasuan, e ndëqen, e përqafuan, ma askhata Allah, ata që hidhran Allahën, e zemran Allahën. E pasuan rrugën e drejtit. E lanë rrugën e Allahut, e pasuan rrugën e shejtanit. E lanë halalën, e kapën haramën. E lanë të marën, e kapën të mbrapshtën. E lanë të drejten, e kapën të padrejten. La ilaha illallah. Pra ndëqen rrugën apo rrugë që zemrojnë Allahun, e hidhrojnë Allah. E Allah hidhrohet. Hidhrohet Allahu në rrugë të gjithë. Tjetëra që nuk ngutë taj, me i dënu, po s'kan ku me i shkua, për t'i vinë që të. Ama hidhrohet Allah. Ittaba'u ma askhata Allah, wa karihu ridwanahu. Në njërën anë e kanë lirë rrugën e drejtit, rrugën e cila veprat, besimi, imani, keqa ka ato besimet, bindjet e veprat janë të shejtanit, të cilat e zemrojnë Allahun. Wa karihu ridwanahu, në anën tjetër e kanë urrejtur çdo sen që e kënaq Allahun. Pra kanë urrejt Islamin, e kanë urrejt Kur'anin, e kanë urrejt musliman, e kanë urrejt namazin, e kanë urrejt jihadin, se këtu për gjihad flitet gjithashtu, kanë urrejt farzat e Allahut Azza wa Jall, kanë urrejt mbëlesjen muslimanës, e kanë urrejt moral muslimanët, e kanë urrejt çdo sen çka e shpijen robin drejt kënaqësisë së Allahut Azza wa Jall. Fa ahbata a'malahu. Dhe si rjedhoi i
këtij zemrimit që e fituan dhe kësaj urrejtje që ata e urrenin çdo vepër që Zoti është i kënaqur me te, Allahu u arrënoi, u zhvlerësoi amelet e tyne. E kjo është dënim tjetër tash, e që është për qëllim ditën e Kiametit. Pra, ata të cilët e ndalë prej dinit, pas ata të cilët s'kanë qenë din kur, ka mundësi me bo vepra të mira. S'kush nuk po thotë që s'ka mundësi. Jo, ka mundësi. Pse ndihma të vatërë, të vërdekve, nevojtarëve, se rrugja lidhës fare fesnore, etika, të mira, qane, plët nësani, bën këtë dënja që quhen gjëra të mira, hajrate. E qka bëhet me to, që bëhet me to? Fa ahbata amalehum, u arrënoj veprat e ty në Allahës vëqel. Krejt u arrënoj. Që shka thonë Allahu, në shumë ajete koranore, se surat al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu habaan manthura. Dhe ja kemi sjellur, ju kemi qasër, veprave tyre që kanë bërë këtë dënja, hajtë kësirë që keni bëjo, në ditën e Kiametit, dhe wa kemi bërë ato plëhen, thërmia dhe plëhen. Hi e plëhen. Wa kemi bërë hi dhe plëhen, asë gjë nuk kanë to. Dhe shumë ajete tjera. Pse? Kurse kanë qenë veprat mira, po dhe kanë qenë veprat mira. Ama apo ndë që po të më herët. E kanë pasuar rrugën e shejtanit, rrugën e asaj që hidhran Allahun. Pra, në me imanin bindin me besimin e tyne, me veprat e tyne, e kanë hidhru Allahun. E kanë luftuar, e kanë urrejtër, kë urrejnë dhe luftan sa të mundet, dinin e Zotit, e muslimant, islamin, Koranin. Çka mendove ti? Që të pak vepra që kanë bërë pranan Allahu, Allahu vetë për thëtë, dhe ua ka rënua veprat e tyne. Dërsa këtë surat al-Furqan, apo që në surat al-Furqan, dhe u i qasem, u asilin, amele e tyne, pra nuk i njërojnë ato, jo. Cëllë vepra ke bëtë që to? Zëlejnë asnja, krejt, bëhen, hi dhe plëhen. Nga se, ndërtimi ameleve ka qenë bi bazë të brësht. Çdo sen që është ndërtuar mbi diçka të mbresht, është mbresht. Shka ndërtohet të shpinë më të mirë në dënjat në lëqë në shabar. Shka ndërtohet. Shka ndërtohet. Në rishënjera të dënjat së ndërtaj. Sepse, sa dëlet e të shtëpia e mirë, përderisa është ndërtuar mbi diçka që është e bresht, edhe është e bresht du të rënohet, dhe ketë rënohet. E kjo është edhe një rregull në usul fiqh atje, ma bunja la batil fa huwa batil. Shembull tjetër krejt në sill krahazim. Nëse njëri vjen falet pa abdest, dhe nuk e di, e lexon Kur'an. E fale, tan natën falet. O mytu i fal, o mytu i kajt. Çaj kriti po? Asja. Në njëri agjeron një muj Ramazan. Ama agjeron tamam. Por njetë nuk e ka ba. Qaj kërim pun? Edhe ka banë sadaka buate, qaj kërim pun? Qëtë ka shkua që në haqë. Edhe asë që lodhë kryte me kry haqë. Por me pa, me shëtit, me blet diqka, me një ka një, qatë kulturë. Qaj kërim pun? A gjësë kërim pun. Pse? Sepse në pare maj. Pa i mas pare avdesin se ka. E tani qysh i prënët namazi, qysh i prënët Korani, që i prënohet letë e ti që dirë dhe nëse vesh dirë, ose qëndrimi ti në gjami, është ndërtuar, mbi diçka që është e brysht, dhe krejt që ka në bite, është e brysht. E pa prënuar. Ose, shambull tjetër krejt. Njerës ta që fitojnë para haram, jo me komat, jo me bastore, jo me dalavere, e me ashtrime, e me rena, e ti tjerë. Tani, janë njësë atje, unë i maj kaq familje. Mashallah. Tjetër të në shka bënë ti? Unë për çdo vjet jepi në Ramazan ka që kaq. Tërsa çka bën ti, nuk ka xhami që ndërtohet e që nuk jepi ka kaq. Tërsa çka bën ti, kush pa traki derën nuk e la pa i dhan. Tërsa na ka më hala diçka, po konformon në shoqat që aty edhe shkip ta të njerëzve sociale ka 50-100 euro. Ja, mendonte që këto krejt të kry punë të Zotit ja. Mashallah asnjë. Po
Të s'pëllodhe shka I fitove ato. Krejt këtu janë të ndërtuar mbi diçka që është batil I brysht. Andaj krejt të brishta. Sytë njerëzve, me sytë njerëzve ti. Sytë njerëzve nuk janë për ahiret. Ata me thonë këtë dënja mashallah s'ka burë se ti. Po kjo s'krim po në kërgjo. Sa në zotit. Pra I madhi Allah të bareke o ta'ala po të regon sa atyre munafikëve dhe atyre të tjerët se të kanë ndjekur rrugën e tyre duke e urrejtur punën e hajrit dhe duke e dashur punën e shirrit, kufrin dhe shirkun e haramën e tjerë dhe duke luftu Islamin, Allahu nuk I lën rahat. Nuk I lën rahat në këtë dynja. Vinajt e tjera të regojnë. Nuk I lën rahat dhe asësi momentin e vdekjes, kanë me vujt. Krejt amelet e mira që I kanë ba, kanë mi rënuar. Edhe kanë me shiju dënimin e randët për hershëm në ahiret. Allah në ruajt për kufrit, shirkut, e nifakut, e çdo vepër të keqe, ja Rabbel Alamin. Allahu në ruajt këtë imam, në fërsof këtë imam, e na hjëshoft amelet dhe veprat e mira, e na I rritoft amelet dhe veprat e këqija. Ja Rabbel Alamin, Allah na bëft jetojmë si musliman, e të vdesim si musliman, e të rinjallemi si musliman. Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.